Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Zbuloi një arsenal armësh në fushkruar, shpallet në kërkim posëduesi i armëve, bombave dhe minave me telekomand, dyshohet se ndihmoi vrasësit e Rinasit. Sali Berisha nuk paraqitet në SPAK për 21 janarin me pretendimin se nuk ka marrë fletëthirrjen, prokuroria sqaron se ja ka dërguar 2 herë në shtëpi dhe në zyrë. Kryeministri Rama lajmëron sigurimin e detyrueshëm të banesave, vendimi do të rrisë ndihmën direkte financiare në rastet e fatkeqësive natyrore. 14 nëntori shënon ditën botërore të diabetit, 6.000 raste të reja zbulohen çdo vit, shkak obeziteti, jeta sedentare dhe ushqimet jo të shëndetshme. Jemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një arsenal armësh është zbuluar nga policia në një fshat të Fushkrujës. 10 armë, bomba e granata, mina me telekomand dhe mira municione janë sekuestruar në banesën e Ylli i Zallës. Ky i fundit dyshohet se pajisi me armë dhe ndihmoi autorët e atentatit mafios në Rinas pak ditë më parë. Kontrollet e ushtruara nga policia për atentatin e 11 nëntorit pranë aeroportit të Rinasit, ku vra Gilman Dodani dhe u plagos të rënd miku i tij Muçi Sheqeri, janë finalizuar këtë të premte me zbulimin e një arsenali armësh në fshatin Zall të Fushkrujës. Armët u gjetën brenda banesës së Ylli i Zallës, i cili është shpallur në kërkim, dhe dyshohet se është personi që ju ka siguruar armët atentatorëve. Po ashtu besohet gjithashtu se mjeti tip Toyota i autorëve ka dalë nga banesa e tij në drejtim të Rinasit për të kryer atentatin mafioz. Brenda shtëpisë së Ylli i Zallës u gjetën 3 kallëpe tritol, 4 armë zjarri, 2 automatik dhe 2 pushk, 6.000 fishek të kalibrave të ndryshëm, 8 krëra dhe pjesë armësh, 12 granata dore sulmuese, sasi lëndësh plasëse gati për shpërthim të montuara me kapsolla detonatore, fitil zjarr përcjellës dhe celular, 3 ndezës granatash, kapsolla detonatore dhe 5 celular, si dhe 2 kg 25 gram kanabis. 48 vjeçari Ylli Zalla nuk është një emër i panjohur për policinë. Në vitin 2014 ai është arrestuar për prodhim të bombave artizanale. Në atë kohë Zalla dyshoi për lidhje edhe me grupe terroriste të ISIS që dërgonin shqiptar për të luftuar në Siri. Ai u arrestua në atë kohë pasi gjykata e shkallës së parë në Kruj kishte caktuar ndaj tij masën e arrestit me burg për prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake, si dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Sali Berisha ka këmbëngulur se nuk ka marrë asnjë thirrje nga prokuroria e posaçme për të dëshmuar për vrasjen e protestuesve në bulevard. Lideri i opozitës u ka thënë gazetarëve se njoftimi nuk ka mbërritur as në adresën e shtëpisë dhe as në selinë e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk u paraqit sot në prokurorinë e posaçme për çështjen e 21 janarit, duke përsëritur se nuk ka marrë asnjë thirrje nga SPAK-u. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha deklaroi se prokuroria e posaçme nuk i ka dërguar asnjë njoftim, as në banesën e tij, as në parlament e as në selinë e Partisë Demokratike. Nuk më kam thirrë sa të thrasim për çdo gjë, jo për këtë, unë shkoj, s'kam asnjë lloj. E ndërsa Berisha ishte në konferencë me gazetarët, SPAK-u njoftoi publikisht se i ka nisur 2 herë thirrje kryetarit PD-s, duke vënë në dukje se shoqëruesit që qëndrojnë tek banesa e tij kanë refuzuar të marrin zarfin. Por sërish Berisha i hodhi poshtë qëndrimet e prokurorisë posaçme. Është një gënjeshtër absolute. Është një gënjeshtër. Ato roje janë njerëz të përgjegjshëm, të cilat këta janë të paftyrë. Janë njerëz të përgjegjshëm të cilët më kanë dorëzuar mua çdo lloj dokumenti që ka ardhur aty. Kur organet gjyqësore e kanë konsideruar të domosdoshme, i kanë dërguar me motociklet, me punojës të policë, gjykata apo tjerë, dhe s'ka ndodhur kur kjo që thonë ata. Por vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi sot fokusohet tek shpallja non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të familjes shqiptare Hyssa për shkak të lidhjeve me kartelin meksikan të drogës Sinaloa. Berisha solli në vëmendje takimin e kryeministrit Edi Rama me luftar Hyssën pak vite më parë, duke akuzuar qeverinë se u ka hapur dyert karteleve të drogës. Tregon vetë se si dha
licencën e hotelit, i dha lejen e hotelit me 5 yje, e shpalli investitor strategjik 10 vjet pa taksa, i dha licencën e kazinos, klanit të Sinaloas, vëllezërve Hysi në një ndër pozicionet më të fuqishme, në kartelin më të fuqishëm të drogës në botë që është Sinaloa. Prokuroria e posaçme u përgjigj pretendimit të ish-kryeministrit Sali Berisha se nuk ka marrë fletthirrjen për të paraqitur në SPAK për 21 janarin. SPAK thotë se Berishës janë dërguar 2 urdhërthirrje në datën 3 dhe 7 nëntor. Fletthirrja e parë është nisur në adresën e shtëpisë së tij dhe është kthyer mbrapsht me përgjigjen. Rojet janë autorizuar të mos marrin asnjë zarf, ndërsa fletthirrja e 7 nëntorit SPAK e ka dërguar në 3 adresa: në shtëpi, në selinë e Partisë Demokratike dhe në kuvend, por në parlament marrja në dorëzim e njoftimit është refuzuar nga stafi politik i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndërkohë, ish-kryeministri është njoftuar edhe përmes postës elektronike. Sipas ligjit, i takon bindjes së prokurorit të vendosë nëse do të therrasë forcërisht një person apo jo. Mirëpo në rastin e Sali Berishës do të duhet që për të kryer shoqërimin me forcë, SPAK të drejtohet kuvendit pasi mbrohet nga imuniteti i deputetit. Gjykata e posaçme apelit hodhi poshtë kërkesën e Ilir Metës për të dalë nga burgu. Mbrojtja pretendoi shuarjen e masës së sigurisë dhe kthimin në liri të ish-presidentit, por pas refuzimit nga apeli, avokatët tashmë presin vendimin e gjykatës kushtetuese në dhjetor. Ish-presidenti i Republikës Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në izolim. Këtë të premte pas kërkesës së bërë nga avokati i tij për heqjen e masës shtrënguese të sigurisë, gjykata e apelit të posaçme la sërish në qelinë e 313-s. Avokati Kujtim Cakrani thotë se kërkesa e tij për të përjashtuar gjykatësen Saida Dollani jo vetëm që nuk u pranua, por përfundoi me gjobitjen e tij, sepse gjyqtari Florian Kalaja e konsideron të padrejtë. Gjyqtari zoti Florian Kalaja nuk e përjashtoi, sepse e kishte gjykuar më parë një çështje, kishte për revokimin dhe ka sankcionuar dhe mua avokatin me 10.000 lek gjob ose 100.000 lek gjob për shkak të kërkesës së padrejtë që kisha bërë për përjashtimin e gjyqtares. Tani ne i kërkuam, ashtu si në gjykatën e shkallës së parë, të shuhet masa e sigurimit sepse presidentit i kanë kaluar të gjitha fatet e parashikuara në kodin e procedurës edhe në kushtetut. Megjithatë, një fije shprese për avokatin mbetet kushtetuesja. Të vazhdojë në paraburgim deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoj dhe shpresojmë që brenda muajit dhjetor të kemi një vendim pozitiv nga gjykata kushtetuese. Vendimi nëse dosja Meta do të kalojë apo jo për gjykim do të merret në 17 nëntor. SPAK zgjati hetimet për ish-presidentin dhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi deri në tetor të këtij viti. Meta akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash e fshehje të origjinës së tyre në lidhje me dosjet Çezdia, lobimin në SBA. Një rrjet i trafikut të lëndëve narkotike në zonën e Oxhakut dhe të Alliasit në Tiranë është goditur nga antidroga. 2 kushërinj janë arrestuar në flagrancë me 2.2 kg kokainë, ndërkohë që në hetim janë edhe disa persona të tjerë. 2 kushërinj Sajmir dhe Arman Nela janë vënë në pranga nga policia e Tiranës pasi akuzohen për shpërndarje të kokainës në disa zona në kryeqytet. Pas sinjalizimeve për veprimtarinë e 2 të rinjve, policia është vënë në ndjekje të tyre të njëjtën, duke konstatuar automjetin në lëvizje në zonën e njohur si Treshi në Kodër Kamës. Pasi kanë ndjekur për pak kohë, efektivët kanë ndaluar makinën e 2 kushërinjve Nela duke i arrestuar në flagrancë. Në mjet u gjetën 2 pako me 2 kg e 235 gram kokainë dhe një pistolet e dyshuar lodër. Sajmir dhe Arman Nela akuzohen për veprën penale, prodhim dhe shitja e narkotikëve. Nga veprimet hetimore dyshohet se 2 të rinj, 31 dhe 34 vjeç, furnizonin me kokainë shtetas dhe grupe të ndryshme, të cilat e ndanin lëndë në doza më të vogla me qëllim shitje në zonat e Alliasit dhe të Oxhakut në Tiranë. Policia ndërkohë njofton se ka edhe persona të tjerë të përfshirë në shitjen e lëndëve narkotike, të cilët janë ende nën hetim. Pas një pune disa mujore, efektivët e antidrogës në Tiranë kanë finalizuar një operacion kundër shpërndarësve të drogës. 10 persona kanë përfunduar në pranga, ndërsa disa të tjerë janë ende në kërkim.
Antidroga e Tiranës ka goditur një tjetër grup kriminal të përfshirë në shitjen dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Në total, prokuroria ka firmosur 44 urdhër arreste, ndërkohë Blut kanë arritur që të kapin 25 prej tyre. 6 të tjerë janë arrestuar në operacionet e mëparshme, por që kanë rezultuar të lidhur me këto grupe, si dhe 13 janë ende në kërkim. Hetimet dhe përgjimet në fakt kanë nisur prej disa muajsh në kohën kur antidroga drejtohej nga Arber Zemani, kur për pjesën më të madhe të grupit ishin siguruar provat e implikimit. Operacioni u finalizua këtë të premte, ku drejtuesi i sektorit të trafiqeve Gentian Aliaj përfundoi identifikimin e të gjithë anëtarëve të këtij grupi. Në total, Blut kanë sekuestruar mbi 2 kg kokain, 16 kg kanabis në formë çokollate, vaj kanabis e të tjerë. Gjatë kontrolleve janë zbuluar armë zjarri si dhe afro 120.000 euro, të dyshuara si të vjedhura në një bankë jashtë shtetit. Të gjithë këta persona shpeshherë bashkëpunonin me njëri tjetrin, të ndara në disa grupe më të vogla, ku shpërndanin drogë në disa zona të Tiranës, ku më të lakmuarat ishin zonat e ish-bllokut, ish-parkut të autobusave, në afërsi të qendrës, në Fres, Kino Studio, kombinate të tjerë. Kryeministri Rama tha këtë të premte se sigurimi i detyrueshëm i banesave është një hap që do të bëhet realitet shumë shpejt. Sipas tij, përfshirja e sigurimit në politikat publike do të rrisë ndihmën direkte në rastet e fatkeqësive natyrore. Qeveria shqiptare do të nisë punën për një skem të re sigurimi për qytetarët nga fatkeqësitë natyrore. Ky hap u bë me dije nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili në konferencën vjetore të organizatës botërore të mbikëqyrësve të sigurimeve sqaroi se është i nevojshëm sigurimi i detyrueshëm i banesave dhe si një direktivë e Bashkimit Evropian. Përfshirja e sigurimit në politikat tona publike duke lidhur me rezistencën klimaterike, bujqësinë, infrastrukturën dhe rrjetat e sigurisë sociale do të përmirësojnë jashtëzakonisht qasjen tonë ndaj financimit të rrezikut nga katastrofat. Një strategji gjithëpërfshirëse që bën bashkë sigurimet, fondet e rezervë dhe buxhetimin mund të zbusë në mënyrë të jashtëzakonshme rreziqet fiskale nga katastrofat natyrale. Mungesa e sigurisë në rast të fatkeqësie për Ramën dëmton qytetarët, por edhe bizneset e vogla. Dëmi katastrofave të tilla si përmbytjet, zjarret e tërmetet mund të fshin vite pune të mundimshme duke I lënë ato të pambrojtur, të vuajnë më gjatë e të investojnë më shumë e më pak për të ardhurat e tyre. Rruga përpara është e qartë, ne duhet të zgjerijmë rrjetat tona të sigurisë për të përfshirë më shumë individ, sektor e lloje rreziqesh të sigurohemi që këto zgjidhje të jenë të mundshme për të marrë nga gjithkush, po natyrisht aq sa është e qartë, po aq është më lehtë kjo rrugë për të thënë për të parë se sa për të ndërtuar. Gjatë konferencës, kreu I qeverisë tha se dhe nisma të tjera si mikrosigurimet mund të jenë një ndihmë shtesë. Nisma si mikrosigurimet mund të ndihmojnë me zgjerimin e mbulimit për të përfshirë bizneset e vogla dhe individët me të ardhurat të ulta duke lidhur ngushtë sigurinë shoqërore me zgjidhje të orientuara nga tregu. Për Ramën pasojat e mosveprimit tashmë po ndihen qartë dhe si industria e sigurimeve, po përballet me një situatë gjithnjë më komplekse. Diabeti në Shqipëri është një sëmundje që po nje rritje nga viti në vit. Shkaqet janë të ndryshme, por ato lidhen kryesisht me mungesën e aktivitetit fizik, obezitetit dhe ushqimet jo të shëndetshme. Obeziteti, mungesa e aktivitetit fizik dhe jeta sedentare po ndikojnë ndjeshëm në rritjen e numrave të personave që preken nga diabeti. Në Shqipëri aktualisht rreth 111.000 qytetar vuajnë nga kjo sëmundje kronike, ndërsa çdo vit regjistrohen rreth 6.000 raste të reja. Në Shqipëri vuajnë rreth 111.000 persona me diabet dhe 6.000 persona diagnostikohen çdo vit. Personat obez, pra personat që kanë një sasi më të madhe të dhjamit, janë më të rrezikuar për të bërë diabet, sepse dhjami I tepër vështirëson punën e insulinës që prodhon vetë trupi. Këtë arsye, ne mundohemi dhe flasim shumë në lidhje me një stil jetese të shëndetshëm dhe në lidhje dhe me aktivitetin fizik, I cili duhet shkojë krah ushqimit të shëndetshëm. Sidomos në diabetin tip 2, që është diabeti që është dhe më shumë I lidhur me stilin e jetesës, patjetër që ka një ndikim shumë të madh gjenetika. Pra persona të cilët kanë në familje persona që vuajnë nga diabeti janë më të rrezikuar për të bërë diabet dhe janë ato që dhe duhet të kujdesen më shumë për ta parandaluar. Për të parandaluar këtë sëmundje shpesh të heshtur dhe pa simptoma, mjekët këshillojnë kryerjen e check-upit falas nëpërmjet programit të depistimit I
cili ofrohet në të gjitha poliklinikat e vendit. Me programin check-up që ne kemi dhe që bëhet çdo vit, ne arrim të aty matet edhe glicemia esëll, që është një mënyrë për të kapur diabetin në kohë. Dhe kjo është matja e glicemive, bëhet gjithandej, e bëjnë të gjithë poliklinikat, të gjithë qendrat shëndetësore, mjafton të masim glicemitë të shikojmë pastaj rezultatin e tyre. Glicemia esëll më e lartë se 126 ose 2 orë pas ushqimit, më e lartë se 200, ne na flasim për diabet. Dita botërore e diabetit shërben si një kujtesë me informacionin e duhur dhe diagnostikimin e hershëm, komplikacionet e diabetit mund të shmangen dhe jeta e pacientëve të përmirësohet ndjeshëm. Edhe këtë vit, botimet për fëmijë janë bërë pjesë e panairit të librit. Shkrimtarët thonë se krijimtaria për të vegjëlit sot është bërë më e vështirë, ndërsa ka edhe probleme me disa përkthime të autorëve të huaj. Ditët e panairit të librit shpesh nxjerrin në pa problematika që hasen nga lexuesit apo edhe nga botuesit. Një prej tyre është botimi i librave për fëmijë. Peripecit që kalon shkrimtari që nga momenti që nis të shkruaj e derisa libri shet dritën e botimit. Regjistër i zgjedhur për të veçlit, leksik kujdesshëm, e mbi të gjitha mesazhi që vepra do të përcjellë janë sfidat e shkrimtarëve për fëmijë sot. Është vështirë të flas për fëmijë. Duhet të gjesh gjuhën, duhet të gjesh psikologjinë, duhet të gjesh ambientin. Unë kam rishkruar Gonit Razovacin tani. E kam botuar në 67-ën. Mirë, po nuk është ai Gon. Është Goni, po nuk është ai Gon që jeton në 67-ën, që nuk ishte televizor, nuk ishte shumë gjëra, nuk ishte pandate me taraca, me kështu. Por nuk ishte shumë gjëra, i mungonte tableti, i mungoni këto. Mirë, po ky Goni ka ardhur të si ka ardhur në 2025-ën. Dhe ky është Goni që duan fëmijët sot. Për autorët, shkrimi një libri për fëmijë shpesh është më i vështirë se sa të shkruash për të rriturit. E aq më tepër kur letërsia shqipe vihet përballë autorëve të huaj. Letërsia për fëmijë e para është pjesë integrale e letërsisë së një kombi, të një shteti. Të shkruash për fëmijë duhet të jesh pak fëmijë brenda vetes. Duhet të rikthehesh, të bëhesh fëmijë, po jo fëmijë i moshës që ke qenë ti. Është kollaj. Shkrimtarët që hyjnë sot dhe shkruajnë për fëmijë numërohen me gishtat e dorës. Sepse nuk e kanë, duhet të kesh pasion të shkruash për fëmijë. Letërsia e të vegjëlve kritikohet shpesh nga prindrit, të cilëve duhet të përcjelljin mes titujve veprat më të përshtatshme për fëmijët e tyre. Mendoj se ne prindrit jemi shembullin më i mirë, kështu që ata shohin çfarë bëjmë ne dhe përtitin si sfungjer gjithçka që shohin për rreth. Kështu që nëse ne jemi lexues të rregullt dhe konsistent në ato që u kërkojmë, është mundja dilet edhe pavarësisht se teknologjia sot është sfiduese. Sigurisht gjithmonë ka nevojë për përmirësim, por mund të jemi selektiv të gjejmë ato autorët që na pëlqejnë edhe përkthyesit më preferuar, po themi kështu. T'jen të kuptueshme sepse duke qenë se është moshë e vogël, 3 vjeçë, t'jen fjalë që ai edhe t'i kuptoj. Jo thjesht unë t'i lexoj dhe mos kuptoj asgjë. Shkrimtarët kërkojnë që letërsia shqipe të jetë zgjedhje e parë, por pa anashkaluar letërsinë e përkthyer, kryesisht nga emra të njohur, ndërsa apelojnë çdo ditë më shumë për afrimin e fëmijëve me librin si një hallkë e rëndësishme e formimit të tyre. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.